Përshëndetje miku im i çmuar. Sot është dita e njëjtë, data 12 mars 2026. Dita 32 që unë lutem dhe agjeroj. Lutem Zotit për ty dhe familjen tënde, ndaj bashkohu me mua në lutje të shkurt. Perëndi gjithëpushtetshëm, në emrin e Jezus Krishtit, personin që nga ndaluar, unë e sjell përpara fronit të Atit, nëpërmjet frymës së shenjtë, duke shpallë që dita e sotme është dita e fitores së Perëndis mbi problemet, dita e fitores mbi sëmundjen, dita e fitores mbi mallkimet, dita e fitores mbi kurthet që djalli ka ngritur apo demonet e tij po përgatisin, dita e fitores mbi çdo lloj sulmi që është i fshehur dhe djallëzor kundër ti dhe familjes ti. Unë shpall që dita e njëjtë, nga momenti që është ngritur dhe derisa shkon përsëri në shtrat e deri nesër mëngjes, do jetë dita ku ti Zot i dashur do jesh duke e mbrojtur atë, dhe ai do shpall nesër që dita e sotme ishte dita e fitores së Zotit. Në emrin e Jezus lutem. Amen, amen, amen. Mik, Zotit bekof, paqja e Zotit qoftë me ty. Shpërndaje këtë lutje për miqtë e tu, për familjarët e tu. Nëse nuk e bërë akoma follow të profilit tim, bëj follow deri nesër. Unë të paqja e Zotit qoftë me ty. Miropafshim.